Në kuadër të festës së 7 marsit, Gjimnazi 28 Nëntori organizoi një aktivitet të veçantë me nxënësit, me qëllim vlerësimin e mësuesve për kontributin e tyre të çmuar gjatë viteve në edukimin e brezave të rinj. Aktiviteti u zhvillua në ambientet e qendrës kulturore Kujti Malia, duke krijuar një atmosferë festive dhe të ngrohtë për të gjithë pjesëmarrësit. Albana Kaloshi, mësuese e gjimnazit, theksoi se punonjësit e arsimit meritojnë respekt dhe mirënjohje për angazhimin e tyre të vazhdueshëm. Sot jena mbledh për me përkujtu një ditë me rëndësi, që është 7 marsi, një ditë e cila celebron mësuesin si një figurë jashtëzakonisht e rëndësishme në shoqërinë tonë. Gjimnazi gjatë gjithë javës ka zhvilluar një sër aktivitetesh në të cilën sigurisht është përkujtu rëndësia e ditës dhe janë ndëru e vlerësu të gjithë mësuesit, edhe aktual në gjimnaz, edhe mësues ndërbreza. Senati i shkollës ka qenë shumë aktiv duke zhvillu aktivitete të cilat, thash edhe një herë, kanë vlerësu mësuesin si figurë me rëndësi. Aktiviteti ditë sotme është përmbyllës. Do të festojmë gjithë së bashku, do të këndojmë, do të dëfrejmë, do të kërcejmë, do të ngjallim atë shpirt që gjimnazi e ka të thellë në vetvete shpirtin artistik. Sigurisht që, siç e thash edhe më përpara, për të vlerësuar, ashtu siç i ka hije figurën e mësuesit, për të celebruar dhe festuar një ditë me rëndësi që është data 7 marsit, arsi për arsimin shqiptar. Për Gjimnazin 28 Nëntori, ky aktivitet nuk është vetëm një përkujtim i festës së 7 marsit, por edhe një mundësi për të forcuar lidhjen mes gjeneratave të ndryshme dhe për të promovuar vlerat e respektit dhe mirënjohjes ndaj mësuesve.